Në Gjirokastër, qendrat e artizanatit po shndërrohen gjithnjë më shumë në atraksione turistike. Së fundmi, një grup grash artizane nga Izraeli vizituan qytetin e Gurt për t'u njohur nga afër me traditat e pasura të qendistarisë shqiptare. I come from Israel. Emri im është Kelling. Kemi ardhur këtu me një grup miq për të vizituar Shqipërinë dhe për të mësuar më tepër rreth traditave. Në interesin ton është edhe qendistaria. Këtu kemi një grup mësuesish që po na mësojnë të qendisim. Jemi shumë të kënaqur. Është një eksperiencë e mrekullueshme, një vend miqësor me njerëz të dashur. Albania because it's a very interesting place. I'm from Israel. Unë jam i Hal, jam nga Izraeli. Në profesionin tim jam në artizane të gjitha llojeve të qepjeve dhe qendisjeve. Prej disa vitesh zhvillojmë ture të mira artizanale në vende të ndryshme ku është përfshirë edhe Shqipëria. E ku më mirë se sa në Gjirokastër mund të na tregojnë rreth teknikave të qendisjes. Burbuqja, artizania e qytetit tuaj na mësoi rreth qendisjes në ar. Jam e lumtur që gjetëm këtë vend mikpritës dhe të hapur për të mësuar dhe ndarë eksperjenca të kulturave tona rreth qendisjes dhe jo vetëm. We are friends. Vizitat e tyre përfaqësojnë një tjetër hap drejt promovimit të kulturës dhe trashëgimisë artizanale të Gjirokastrës në arenën ndërkombëtare. Është diçka e veçantë, donim që të bënim një gjë ndryshe nga të tjerët, jo atë turizmin standard, por një turizëm të dedikuar dhe i cili t'jep edhe gëzim, jo vetëm, nuk është vetëm punë, po është edhe shumë gëzim. Kështu që deri tani ja kemi dalë me sukses, kemi paketa jugore, kemi edhe paketat e veriut. Të dyja kanë qenë shumë të suksesshme. Jam shumë krenare për punën tonë dhe për vajzat janë të gjitha shumë të kënaqura me Shqipërinë. Artizania gjirokastrite Burbuqe Muka u prezantoi teknikat tradicionale të qendistarisë dhe historinë e këtij zanati të çmuar. Duke qenë që ne jetojmë në një qytet muzeal dhe vizitohet shumë nga turistët, kemi dhe idet tona për t'u prezantuar veshjen tradicionale turistëve dhe duke u krijuar dhe mundësinë që jo vetëm ta prekin, por dhe të përpiqen të qëndisin diçka. Ky bashkëpunim ka ardhur pal agjensive të ndryshme turistike. Bashkëpunimi me artizanet izraelite është i suksesshëm deri më sot. Kemi gati 2 vite që bashkëpunojmë me grupe të ndryshme artizanësh. Ato e kanë një lloj informacioni atje ku janë në vendin e tyre për qëndisjen, për traditat e tyre dhe preferojnë të njihen dhe të studiojnë edhe qëndisjen dhe traditën shqiptare kur vinë vizitorë në Shqipëri. Gratë izraelite patën mundësinë të shkëmbejnë përvoja, të mësojnë rreth motiveve tradicionale shqiptare edhe të ndajnë gjithashtu element nga kultura dhe artizanati i tyre.